Ky grup terrorist e ka një udhëheq, është Milan Radojqiqi, një personazh famkeq në veri të Kosovës, dhe ai është në Arrati. Çfarë duhet bërë pra për të çuar drejtësinë në vend, sepse organizatori kryesor nuk po amnistohen nga përgjegjësia të tjerë, sepse kushdo që ka qenë aty është përgjegjës, mirë po organizatori kryesor është Radojqiqi. Çfarë duhet bëhet që ai të sillet para drejtësisë? Tash unë po e tregoj. Natyrisht na gjithmonë e kërkojmë maksimumin, edhe gjithmonë Kosova ka me e kërku Radojqiqin me armë gjiku në Kosovë. Në anën tjetër, ai nuk ka më jetë normale, për shkak se letër i rrështimi është lëshu, edhe tash ajo është në përmes Unmikut, është realisht në krejt Interpolin i kërkum. Tash, çka ndodh? Radojqiqi nuk mundet me dalë për i servis, edhe gjithë tjerë, këta që janë në Arati, ata e të lirë në Serbi momentalisht. Po momentin kur Serbia eventualisht tenton me hi në Bashkimin Evropian, ata e në të obligu me i dërzu. Kjo ka ndodhë, e keni rastin edhe të Zdravko Mustaç edhe Josip Perković në Kroaci, që i kanë majtë, ata kanë qenë ishtë zyrtar dhe sigurimi shtetor Jugoslav, po në kuadrë të Republikës Socialiste Kroate, edhe kanë kry akte vepra penale për shtetë, kunder emigracionit kroat. Për shkak se në ish Jugoslavi, kryesisht ka qenë çdo republik është marrë me emigrantat, emigracionin e vetë. Këta i kanë kry disa vepra, që disa vrasje për Jugoslavin, edhe Kroacia nuk i ka dorëzu deri ditën kur ka hy në Evropë. Qatë ditë i kanë dorëzu. Këta më jetë nuk kanë normale, edhe Serbia nuk mundet me hy në Bashkimin Evropian pa i dërzu këta. Tash këta vazhdojnë me jetu në kuadër të kufive të Serbis, por për fillim kjo është ka që ka mundim me bo. Në të ardhmen, natyrisht do të kërkojmë që komplet me ardhë me ju dërzu Kosovës. Unë sot kërkova nga gjykata, ende nuk kemi vendim, kërkova që sa ma shpejt me fillu edhe gjykimin munges ndaj këtyre tjere. Këtë deshat pyes, pra, a nuk e zëvendëson pra në tërsi gjykimin në munges peshën e drejtësisë, mirë po, çfarë a mund të bëhet ky gjykim munges? Unë besoj që gjykimi në munges mund bëhet, si do qoftë është në diskrecionin e gjykatës, për shkak se gjykata supreme ka thënë se në këtë fazë duhet vetë ata të vendosin, dhe unë jam i përgatitur në dy verzionet, dhe nuk drejt me tregu edhe s'është në këtë fazë dhe nuk po më intereson tash po më intereson të merremi me këta tre një herë, le të përfundon kjo edhe çka do që të vendos gjykata, na vazhdojmë atutje. Po përsëris prova ka të bollshme, prokuroria ka bën një punë mirë.